Përshëndetje, sot po bëj këtë video të shkurtër për të sqaruar diçka mbi postimin që bëra për gjuhën toske. Pse e quajta tosken gjuhë? Edhe ngrisën gjuhë, më vete. Jo më vete, po të sqarohemi tash. Sepse pash që pati shumë debata dhe pati shumë indignacion, domethënë për disa njerëz që nuk kuptojnë. Sepse kam marrë shkolla për gjuhësi, por nuk e kanë konceptin e historisë gjuhës. Sepse të dish historinë e gjuhës do ta fillosh nga fillimi. Nga fillimi fillon me Sumerët, me akatët. Sumerët kanë shkruar, e kemi dokumentuar. Akatët është gjuha zyrtare, gjuha parë zyrtare, e krijuar nga njerëzit. Kjo gjuhë, gjuha akate, është gjuhë zyrtare, gjuhë teknike. Dhe ka nevojë për paskajoren, për infiniti. Tani, infiniti në akate është me përpastesën ban, si në shqip, banum, në shqip. Kuptoni? Nuk po them që Grigristja është gjuhë e re, si thot ai, Hajvani 1500 vjet. Po të çoj tek shkëputja që ndodhi me gjuhën zyrtare, me krijimin e gjuhës zyrtare. Grigristja përdori infinitin, ashtu siç e kishin, siç e shpikën akatët. Ndërsa ne Toskristja ngelim me Sumeren, të epokë Sumere, pa infinit. Pra, tu është ndarja. Nuk po them që se nuk janë të njëjtës gjuhë. Ishin dy dialekte, u ndan për këtë arsye. Grigristja, si gjuhë zyrtare e mbretërisë ilire, përdori infinitin. Dhe infiniti i kushtëzoi ndryshimin, si në morfologji dhe në sintaks. Dhe mori një rrugtim tjetër. Toska ngeli me epokën Sumere. Gjuhë populli, gjuhë me shpirt, gjuhë me dëshirore, jo me urdhërore. Duhet, ka duhet Toskristja. Toskristja ka do. Dhe Toskristja nuk ka bëre, ka bëne, bënje. Kjo është e formja e gjyshrëve që unë kam pasgjuar në zona Mallakastrës. Se nga na dole këto tash ata që ka shpikur sqarojnë ata. Megjithatë, kjo është për sa i përket ndarjes që bëra për dy dialektet. Po është u kushtëzuar nga gjuha zyrtare, jo se u nda populli. Sepse Aleksandria e bashkoi bashkë terve, prap. Edhe në kohën e Bizantit ishin bashkë. Në kohën e Osmanit ishin bashkë, prap. Kjo është. Mirupafshim.